Vllaznia kampione e turneut Eagle Cup Albania do të përfaqësojë Shqipërinë në ndeshjen e parë historike të Super Viareggio Cup 2025 kundër Gjenovas në U19, fituese e edicionit të 75 të turneut prestigjioz Viareggio Cup. Përpara nisjes drejt Italisë për takimin që do të luhet në 4 dhjetor ora 15 në stadiumin Torquato Bresciani në Viareggio, drejtori i Akademisë së futbollit Vllaznia Alban Hasani, trajneri Edmond Doçi dhe futbollisti 19 vjeçar Gjensil Kaplanaj dolën në konferencë shtypi në mjediset e akademisë. Kënaqësia është e madhe sepse nuk përveçse vetëm e Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Dhe kënaqësia dy si prapësh më e madhe se gjithmonë Vllaznia akademia jon është e para si merr pjesë në kështu lloj tornesh. Siç kemi kënë edhe për UEFA Champions League, Youth League, kemi marrë pjesë për të parë Shqipëri 2 vite rresht. Kjo është një kënaqësi dhe një privilegj, me thënë drejtën, i madh për ne si akademi për Shkodrën, që në finalen e vjet në Tiranë dhe janë 5-6 lojtarë që janë piketuar nga Scouts dhe Huj që do t'i shikojnë live nga ekipi më të mirë të Italisë, por nuk do t'i vë presion asnjë nga ata lojtarë, sepse është një ndeshje miqësore, është një ndeshje e qetë ku çdo lojtar do t'i japin më të mirën e vet, sepse fundi për këtë shërbim si të provojmë të rritë dhe sa më mirë në arenën kombëtare. Plania e skuadrës është ajo që duhet, sepse jemi edhe një fazë kampionati që lojtarët janë gjithë në formën e duan. Por ajo që është më e rëndësishme është që këto turne janë shumë motivuese dhe janë shumë bin diçka të bukur, sepse është këto sportista mundën me shprehja çka kanë dhe normalisht është një rrugë shumë e bukur për ta. Edhe është një ndeshje që mundën me tregu vlera dhe mundën me hap një shans në jetë. Dhe kështu që janë ndeshje që e kam theksuar edhe më përpara. Këto të ne janë më të vlefshëm se kampionatet. Akademia e Vllaznisë gjithmonë është ajo skuadra që është e vështirë për mua dhe normalisht është një skuadër që duhet të jetë gjithmonë pretendente. Këto vitet e fundit ndoshta janë të na luftuar shumë, se ndoshta jena i vetmi ekip që kena bio dhe kena vetëm Shkodranë dhe normalisht është ndoshta një betejë shumë më e fortë, por normalisht jena aty ku duhet me kenë dhe shpresoj që do të arrijmë ku duhet me arrit, sepse ashtu i kena edhe premisat, po ashtu edhe kena grupin, se kena një grup cilësor. Tepër i kënaqur edhe tepër i emocionuar që do të jem pjesë e këtij turneu, edhe shpresoj që të marrim maksimumin aty. Mendoj që tani ekipet italiane si Verona, si Atalanta që jemi përballë aty janë tepër të forta. Edhe Gjenova do të jetë në njëjtin nivel me ato, edhe shpresoj që të fitojmë edhe me ato. Krahas betejës për fitimin e trofeut të Superkupës Viareggio Cup, për futbollistët dhe stafin kuqeblu, kjo pjesëmarrje një niveli të tillë kaq të lartë ndërkombëtar do të shërbejë jo vetëm për fitimin e një përvoje, por dhe mundësi që talentet shkodrane të vëzhgon nga afër prej menaxherëve të shumtë të futbollit që kanë konfirmuar pjesëmarrje në këtë aktivitet.